Kampionatit që u zhvillu dhe formës se klube apo ekipe, po shqit që Feronikli një farë forma, edhe pse... Matematikisht? Ende ka gjasa, po... Edhe me paracitin nuk është të lutë keq? Jo, bashkë të deshta më nalë që për mu është për ta duar trokitur, dhe ma anë për mënyrën se si po lunë, edhe nuk është ka dërzohet në asë një ndeshje, për shumë një formë dhe një Soarekës që për mendimin tem, unë e këmë tha dhe ma herët që Soareka ka me pas probleme dhe ma anë. Si du me di ujnë atje prej përfundit? Sa i përket mbijetesës, edhe kur ka qenë pozit ma nalt, kemi disa skodrat që ende ka shumë ndeshje edhe është diferenca shumë e ngushtë e pikëve dhe natyrisht pe venit 4 deri te pozita e 9 dhe ma janë gjithat rrezikune, por këto janë skodrat ma të rrezikune dhe ma në prej Ferizaj deri te Soareka me përjashtim të Feroniklit që një farfor me veçkara pe i ligë. Trajner, kë është që bje nga liga? Me të drejten, unë shof një dritë që e ka arrit qëllimin. Ballkani nuk është në atë elementin që ka kënë më heret. Malisheva është një skuadër simpatike e cila zëvendëson kry për kry drenicën e trajnerit Tahir, sepse gjithmonë drenica ka kënë ekipi simpatik që ka kënë gjithmonë në ata vendet e para dhe nuk ka rreziku kur. Ndërsa prej të Gjilani e Dete Soareka janë kretë rrezikume. Por mos shumë të e shof... Edhe pse pa me ta ndërprej, unë e kumë pritë si vjetë ma shumë nga Malisheva, të i po dhe ma gjendjen e Ballkanit edhe të Prishtinës e Gjilanit. Unë mendoj që Malisheva është dashtë këtë pikë ma shumë edhe tjetë në rival deri dikon i dritës deri në fund, por si duket drita po marshon drejt titullit pa rival. Për ne me pajtona se i përket Malishevës, edhe unë kumë pritë shumë, që ka me rreziku dritën nëse s'pja marrë fjallën trajnerit një. Aja është çështje këndvështrimit, unë nuk e kam pritë sepse qyre, për me arrit deri në të pikë, i duhet edhe pak përvoj Malishev, sepse një skuadër e re është, nuk ka se ka shumë vite në Super League, por është skuadër për më marrë shembull, për mënyrën e organizimit edhe për cilësinë e lojtarëve që ka pas ndër vite, sepse po thuj se edhe te ajo lista e kombëtarës që pa me shumë lojtar ta kenë Malisheva një trampolin për me arrit aty ku kanë arrit. Më e mira që ajo është që krejt janë mrana objektiva, siç keni thonë ti dhe Gjera, në objektiv është Gjilani, në objektiv është Prishtina. Po ne kallzoma kush është mrana objektiva? Na thuajna kena prit më shumë pe Malisheve, një ekip modern. Nëse në bazë e ke çu Gjilanin në Evropë, e ke çu Prishtinën në Evropë. Po të luajnë më në kombëtare lojtarët e Malishevës? Në pak. Ku për neve, ku është Prishtina,